Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. A ju duket edhe juve sikur vitet po ikin kaq shpejt? Natyrisht kjo do të thotë se herët a vonë, nëse jetojmë mjaftueshëm, secili prej nesh do të plaket. Unë dua të bëj më të mirën e viteve të mia. Shpresoj se ajo që thot Psalmi 92 për pleqërinë do të jetë vërtet në jetën time. Le ta lexojmë. I drejti do të lulëzojë si palma. Do të rritet si kedri i Libanit. Ata që janë mbjellë në shtëpinë e Zotit do të lulëzojnë në kopshtet e Perëndisë son. Tani vini re këtë pjesë. Do t'japin frute edhe në pleqëri. Do t'jenë të lulëzuar dhe të blertë. Më pëlqen shumë ky pasazh. Qëndroni të lulëzuar dhe të blertë dhe jepni fryte edhe në pleqëri. Kjo është mënyra se si duhet jetojmë. Pa u shqetësuar për rrudhat apo kilogramat e tepërt, dhimbjet e pleqërisë, por të jemi rrezatues me dëshirën për ta jetuar jetën në maksimum në vendin ku Perëndia na ka vendosur. Parafraza e mesazhit të fjalëve të Paulit drejtuar Filipianëve thot këtë: Miq, mos më keq kuptoni. Në asnjë mënyrë nuk e konsideroj veten ekspert, por rend drejt synimit ku Perëndia po më drejton tek Jezusi, kam lënë pas të kaluarën, duke u prirur në ato që kam përpara dhe nuk do të kthehem më pas. Në lartësitë e Alpeve zvicerjane është ngritur një monument për nder të një udhërrëfyesi, që vdiq në përpjekje për të shpëtuar një turist që ishte bllokuar. Mesazhi gdhendur në gur thot: vdiq duke u ngjitur. Miqtë mi, kjo është motoja që do doja të lija pas kur kohës time në tokë t'i vinte fundi. Pra po rend në ato që kam përpara, edhe nuk do të kthehem më pas. Me ndihmën e Zotit, shpresoj të jap frutë edhe në pleqëri, të freskët dhe të gjelbër. Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.